Me rastin e ditës botërore të gjuhës arabe, Mftinia e Shkodër organizoi një aktivitet kulturor, gjatë të cilit u promovua dhe libri Shkenca fton në besim, i autorit Abraham Morrison. Libri është përkthyer nga gjuha arabe, nga teologja Arta Ujka. Gjatë fjalës së saj, teologja Zamira Bushati u ndal te rëndësia e gjuhës arabe, duke theksuar se ajo përfaqëson një trashëgimi të veçantë kulturore e fetare, e cila do të mbetet e pandryshuar, pasi është gjuha me të cilën është shpallur Kurani. Në vitin 1973, Asambleja e Kombeve të Bashkuar ka marrë një vendim dhe ka bërë gjuhën arabe një ndër 6 gjuhët zyrtare të Kombeve të Bashkuar. Dhe në kujtim të kësaj dite, UNESCO-ja ka shpallë 18 dhjetorin që nga viti 2012 ditën botërore të gjuhës arabe. Ky aktivitet ka si qëllim jo vetëm të tregojë vlerat e gjuhës arabe, por gjithashtu të tregojë se ajo nuk është thjesht një gjuhë me të cilën komunikohet, por ajo ka një traditë, gjithashtu ajo do të mbesin siç ka mbetur te 15 shekuj e pandryshueshme deri në fund të kësaj jete, sepse është gjuha me të cilën ka zbrit Zoti i Mallnushëm, ka zbrit Kuranin e tij, fjalën e tij ose shpalljen e fundit. Aktiviteti u mbajt në ambientet e bibliotekës Marin Barleti në Shkodër.